29 dhjetor, ngriuni luftonit për vendin tuaj. Kurti ka fituar përsëri në mënyrë bindëse në Kosovë. Çfarë mesazhi vjen nga Kosova? Kosova ka sistemin zgjedhor më të përkryer se në Shqipëri. Rezultatet del për 3 orë. Listat janë të hapura dhe nuk ranë pre as e sulmeve të një figure të diskredituar pro-serbesit Dick Grenell. Megjithatë, mendoj që qeveria e zotit Kurti duhet ditë të ndërtojë aleanca me Departamentin Amerikan të Shtetit me administratën e re. Në lidhje me qëndrimin e Rubios me Ballkanin Perëndimor, deri tani në epërsi është Serbia. Në gusht, Rubio është takuar me ministrin e jashtëm të Serbisë si një bisedë paraprake për partneritetin strategjik. Me Kosovën është pezulluar partneriteti strategjik. Jo mbahet më. Me Shqipërinë as që nuk flitet dhe nuk ka asgjë. Të gjithë zyrtarët e lartë amerikanë të departamentit që kanë kaluar në Tiranë kanë injoruar Ramën, nuk kanë përfillur Spiropalin dhe duke treguar ndryshimin me administratën e mëparshme, kanë pritur në ambasadë 5 deputet Partisë Demokratike të Berishës. Madje, disa prej tyre kanë bërë disa pit stope edhe në Washington. Klliçi ka qenë në Departamentin Amerikan të Shtetit duke shkëmbyer pikërisht idetë e qëndrimet e leadershipit demokrat. Rama kërkon që të rezistoj ndaj të parezistueshmes. Kur në Vlorë fillojnë thirrjet poshtë qeveria, Rama si kujtohet e kaluara e tij e dështuar rrugët Parisit. Nuk mund të mbrojë dot Lubin pikërisht me këtë krizë të re që fillon në Vlorë. Aty ku janë bërë vjedhjet masive nga Lubia, ajo lugomare që është thënë me 6 milion, pas kërkesë qenë me 30 milion euro, ndërkohë që janë ndërtuar tecet fantazme lundruese. Imagjinoni në qoftë se Kushneri do të vjedh Sazanin, edhe ato pikëlza ujë që njerëzit shkojnë me bidonat i marë, do të kalojnë Sazan. Rama është vazhduesi i Partisë Hoxhës. Ka një kompleks inferioriteti, një afërsi dhe dashuri të madhe për element kriminal, të cilët kontrollojnë qeverinë e tij, dhe ajo ide për të pasur sa më shumë gra femra në qeveri është një vazhdimsi e Partisë Hoxhës. Kam pasur dikur Liliana Hoxhën në Fokus dhe më ka thënë që gratë e liderëve komunist kanë qenë të rrezikshme sepse kanë pasur një pushtet shumë të madh krahas burrave të tyre. Kanë qenë të rekrutuara, më ka thënë, duke filluar me Nezhmien, Fikret Sheun, Kaput, dhe këtë rrugë ka vazhduar edhe pasuesi kësaj partie. Etja e madhe dhe babëzia për luks shkatruan figurat mëdha. Duket qartë që Veliaj e psoi nga babëzia të shoqes. Meta gjithashtu. Nuk ka se si të bëj përjashtim Rama. Te Abi Bank, një ditë përpara se dyshja e çiftit kryeministëror të Triqej, janë zhdukur 58 milion dollar ose euro. Personat që kanë ngritur Abi Bank kanë qenë këtu dhe janë në vëzhgim. Investime maramëndse të grave të liderave të Partisë Socialiste janë vëzhguara. Dhe
natyrisht persona që nuk kanë dijeni se si të ranin një biznes janë kapur. Bitcoin ka qenë një nga mënyrat për të pastruar miliarda dollar. Janë rreth 30 miliard euro të vjedhura dhe çdo gjë duket që SPAC e ka të dokumentuar mbase Agasi ka shitur ato video përgjime të shumta dhe Rama është i rrethuar në një lëvizje si sha mat. Natyrisht që protestat mund të jenë vetmja mënyrë për të dhënë atë goditjen e fundit. Futja tek ligji i mbrojtjes në Senat dhe në Kongres e aktit për Ballkanin Perëndimor është një shpresë që më në fund edhe Departamenti i Rrugës të mos jetë Mehmec si për gjendjen në Shqipëri, për në Kosovë, po edhe në Serbi. Mbas zgjedhjeve në Kosovë, Departamenti Amerikan deri në këtë çast nuk ka bërë asnjë deklaratë, duke i qëndruar besnik asaj që departamenti do të bëjë deklarata publike vetëm nëse ka interesa financiare në marrëdhënie me Amerikën dhe për interesat e sigurisë kombëtare. Kosova hyn te siguria kombëtare, sepse me aktin e demokracisë për herë të parë kalon në një ligj të firmosur nga Trump, edhe pse ai mund mos e ketë lexuar, që ndalohen ndryshimi i kufive dhe nuk do të ketë shkëmbime trojesh. Lufta ndaj korrupsionit, natyrisht, kur kalon me një ligj në Kongres dhe Senat, dihet që vendet ku korrupsioni është më i madh në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria, Malizi dhe Bosnjë Hercegovina. Por detyrimi nga Departamenti Amerikan i Shtetit ka për dy vendet NATO-s, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Në qoftë se Shqipëria është peng e grave të drejtuesve të mëdhenj, Malizi është peng e blerjes dhe shitjes së interesave kombëtare të kinezët. Kina ka investuar 100 miliard dollar në Ballkanin Perëndimor dhe kjo është një këmbën alarmi. Ligji pakti ka kaluar përpara 90 ditë. Kanë kaluar 90 ditë dhe departamenti thuajse nuk ka bërë asnjë lëvizje. Në hearing që ishte në Kongres për Ballkanin Perëndimor, 3 përfaqësues të organizatave jo qeveritare ngritën probleme të mëdha. Por asnjë zyrtar i departamentit nuk ishte në hearing. Departamenti ende nuk ka një emërim për numrin 1 për Byron e Evropës. Për Ballkanin Perëndimor, Fleming ka zvendësuar Escobar. Departamenti vazhdon të jetë konfuz. Ligji e detyron që mbas 180 ditëve, pra e bie mbas 90 ditëve, departamenti dali me një iniciativë kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Nuk duhet të ketë fluturime me teori konspiracioni, është një vazhdimësi e ligjit të administratës Biden dhe 2 personat që kanë sponsorizuar këtë akt në Senat janë 2 demokrat, i Connecticut dhe Sheehan. Në kohën e Bidenit ka pasur një emërim që quhet cari i antikorrupsionit, ky post është hequr, por Departamenti Amerikan brenda këtyre 90 ditëve do të ngrijë ndihmat që vinin nga USAID për institucionet demokratike për të rivlerësuar edhe një herë, për të parë se si do të ndahet, që të mos kemi përsëri rreth 145 milion dollar të kaluar nga Departamenti Amerikan i Shtetit përmes USAID-it tek ato që rëndom quhen te gratë e Ramës. Dhe këtu mund të ketë hetime, por jo nga departamenti, hetimet i bëjnë agjenci si FBI, Departamenti i Drejtësisë, që asnjë dollar amerikan të mos shkojë kot. Fryma e mbështetjes së djathtës ekziston. Tek akti që është 43 faqe janë
të sqaruara se si do të funksionojnë sanksionet për këtë radhë me urdhra ekzekutiv nga presidenti. Është lista e zezë e presidentit, janë sanksionet e thesarit, janë dhe dënimet politike non grata të Departamentit Amerikan të Shtetit. Shpesh, departamenti ndërthuret me sanksionet e thesarit. Mbaj mend një intervistë, një Zoom ku kemi qenë me median e huaj, ku Escobar dhe një zyrtar nga Departamenti e Thesarit janë përgjigjur pyetjeve tona, duke na thënë që qendrimi amerikan është i mëdhetur dhe nuk jep shpjegime se si vendosin, ndaj kujt vendosin sanksione, kur dhe se si. Normalisht që sanksionet janë ndaj qeverive, ndaj atyre që janë pushtet. Rama e ka menduar gjithçka përmes rrethit Kushnerit, nuk është të ndot. Sepse ky korrupsion galopant me rreth 30 miliard euro të vjedhura nga buxheti 10 vjeçar dhe gjurmët e shumta të grave në thonjza hajdutët të tij e bëjnë të pamundur që të shtyjë dhe të marrë të blej heshtjen këtu. Futja në lojë e Kongresit është diçka domethënëse sepse Kongresin në janar të vitit që vjen mendon që t'i heqë shumë nga forcat ekzekutive presidentit, çka kanë qenë nën autoritetin e Kongresit, po dhënë me dëshirë ndaj presidentëve të ndryshëm. Do të jetë vit elektoral përmes mandatin në Amerikë. Do të ketë ndikim tek ne? Unë mendoj se po, sepse do të marrë më shumë forcë Kongresi, Senati, marrëdhëniet me jashtë. Në media jo kam thënë, media të djathta amerikane e kanë cilësuar Ramën si Noriega, si shtet mafios, dhe goditën e fundit e ka dhënë Washington Times, që është gazeta konservatore e Washingtonit. Shumë njerëz do donin që Departamenti i Shtetit të mos ishte me mec ndaj situatës korrupsionit galopant në rastin konkret. Por unë mendoj që mesazhet Rama i ka marrë. Ka shumë kanale diplomatike. Fjalimet e tij të fundit anti-amerikane tregojnë bjerrin e tij mendore, sapkosciencën pro-varshaviane dhe pozicionimin e vetes për të mbajtur me çdo kusht karriken, me shpresë e aleancave me Beogradin, Athinën dhe nën to me Moskën dhe shpresa e madhe tek një vend që nuk na ka dashur kurrë si Franca. Nuk është të ndot. Sepse të fundit që vendosin janë shqiptarët. E thash dhe njerë, kur në Vlorë fillojnë e thrasin poshtë qeveria, çdo qeveri e majt bie. Sepse Vlorën në mënyrë të pa drejtë e kanë quajtur si bastioni i kuq i komunistëve, dhe kjo ka një të kaluar, kur për herë të parë në Shqipëri, se atë quaj demonstratën e parë, në konferencën e partisë të 56-ës, Hoxha ishte në Vlorë. Atje kishte bazën e mbështetjes. Por Vlora ka familje nacionaliste, ka njerëz të thjeshtë që duan kombin, duan vendin. Situata atje mund të degradojë dhe në epidemi. Edhe ndërkohë bie çdo propagandë e grave të Ramës, hajdute e kusare, e Ramës vetë, që puthet, e stërputhet me melonin, me pjeprat, gjoja si misionar për të na futur në BE. Zotëri, 24 orë ujë nuk e në Tiranë. Je si një vend i botës tretë. Ndërkohë të pravuar që ka vjedhur 30 miliard dollar nga buxheti, nga para që nuk janë. Borxhi kombëtar është masiv. Dhe ke dëmtuar ata biznesmen që paguajnë taksa, se paratë e tyre janë. Protesta është e vetmja që largon të smurin e Europës juglindore.
drejt Surrelit. Ishte një mesazh. Ka qëndresa në mediat sociale që përse mund të shkosh tek shtëpia e kryeministrit. Ta shikojnë bunkeret që kanë ndërtuar. Dikush që rrogën e ka pasur $1.000. Prallat se është nga paja e gruas, të cilën e quajnë Nexhmia moderne, bie poshtë. Kalaja, avokati APD-s, disa herë s'pak e ka ngritur mënyrën se si janë vjedhur ato troje në Surrel. Nuk e justifikon dot luksin ku jeton. Kudo në Shqipëri. Rama, sepse babëzia është shumë e madhe. Ato gratë që rrethojnë haremi politik. Kam informacion që Lubia i ka dërguar, i ka dhënë dorëheqjen, se ka pranuar, por zgjuarësia është me 5 vet nga PD-ja, është nul, imuniteti ka hikur. Dhe ajo duhet arrestuar. Por duhet goditur kryetarja e opozitës, siç thot ai, bashkëshortja e tij e cila mban të ndërthur korrupsionin tek Abi Bank, tek bankat e tjera, tek investimet e fshehura deri në New York, në Staten Island, në Brooklyn, Manhattan. Familja e Ramës e ndërthurur me krimin. Enough is enough. Orët mbrapsht kanë filluar të numërohen. Rama kërkon pazar. Kërkon marrëveshje. Prallat që në qoftë se bëjnë zgjedhje Rama fiton, nuk qëndrojnë. Rama do të jetë nën pranga. Nuk ka se si të jetë, duhet Republikë e re. S'ka nevojë të bëni reforma zgjedhore. Merrni sistemin zgjedhor të Kosovës, dan. Shkrini gjykatën kushtetuese, kasacioni, gjykata e lartë e bën të dyja, veting i hajdutëve politikanë. Miliardët i duhen kthyer atij vendi. Ju falenderoj.